Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në televizionin shqiptarëve të Amerikës Alp TV USA për të festuar sonte mbrëmjen e Krishtlindjeve. Ashtu si që dim të gjithë është një mbrëmje e veçantë, plot dritë, buzëqeshje dhe dashuri. Po festojmë Krishtlindjet, festën e shpresës, paqet dhe bashkimit familjar. Dhe ndryshe nga herët e tjera, në studion tonë e kemi të mbushur plot me fëmijë për ta bërë këtë festë akoma më të bukur me yjet tanë të komunitetit shqiptar. Të gjithë shqiptarët që janë pjesë e ndritur e Michiganit dhe patjetër do festojmë me secilin. I prezantojmë të gjithë me radhë. Unë jam shumë i gëzuar në radhë parë që jeni të gjithë me mua sot. I pari, unë jam Amadeu Qera, unë jam primer ditet, unë jam 7, unë jam Ariona Gojqaj, jam 7 vjeç edhe vijam për Shqipnijet. Hotit. Unë jam Lila Tilaj, unë jam 9 jam për Lepushit. Vit jam Arditi Gojqaj, edhe vijam 8. Unë jam Albana Gojqaj, jam 10 vjeçe edhe vi për Hotit. Jam Misi Gojqaj, jam 9 e jam për Hotit. Unë është Nina Lumaj edhe unë është 8. This is Elena. How old are you? 4. 4, yeah. And you are? Mia. How old are you, Mia? 5. Good job. Unë jam Valën Zholaj, unë jam 11 vjeç që jam prej Grudat. Unë jam Kristin Lumaj edhe unë jam 11 vjeç. Unë jam Paulina Villa edhe unë jam 10 vjeç. Unë jam Vanessa Villa edhe unë jam 9. Dhe në këtë festë të madhe të mbushur studion tonë plot me fëmijë, duam t'ju urojmë të gjithëve në shtëpitë tuaja gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri, patçi një vit sa më të mbar. Qëndroni me Alp TV USA sepse ka shumë surpriza me gjithë fëmijët tanë. Duke nisur me pyetjet, do nisja me Vanesën. Vanesa, çfarë do të thotë për ty Krishtlindje? Krishtlindje për unë është një ditë për Krishti ishte e lindur. Okej, dhe çfarë simbolizon për ty kjo festë? Pra, si ndihet atmosfera në shtëpinë tuaj? Çfarë bëmi në shtëpi? Është e gëzuar, pra jeni të lumtur? Ja, jam shumë e gëzuar edhe bëmi shtëpi plot me gjerat, kami edhe decoration, kami Christmas tree edhe bëmi një festë të madhe për Christmas, edhe për jashtë bëmi drita shumë. Edhe gëzuarmi me fami, edhe me shokat, edhe me shoshka, edhe jam e gëzuar. Faleminderit. Albana, cila është gjëja që të pëlqen më shumë gjatë Krishtlindjeve? Që më pëlqen më shumë Krishtlindjeve është si jam me familje, jam si jemi tonë bashkë, është fort e mirë sepse jemi tu knaq. Faleminderit Albana, dhe tani kam Ninën afër meje, që duket pak si e ndrojtur, por unë do ta pyes për pemën e Krishtlindjes, Christmas tree. Si e kanë dekoruar dhe kush ka ndihmuar më shumë në familjen tuaj? I decorated my Christmas tree with my mom and my sisters. Good job. Now, me qenë se jemi në këtë atmosferën ku fëmijët tanë janë edhe shqipfolës, por patjetër, për lehtësi veprimi përdorin më shumë anglishtën tani, do dëshiroja shumë të dëgjojmë një nga artistët që ka komuniteti ynë. Valon Gjolaj është një djalë i ri, i cili na ka nderuar në të gjitha aktivitetet e shqiptarëve të organizuara këtu në Michigan dhe për kënaqësinë tonë dhe për tuajën, do të na interpretoj sot këngën Jam krenar për ty Malsi. Skena për ty, Valon. Bravo! Valon, faleminderit shumë për atmosferën që na solle. Jemi shumë krenar për të gjithë ju që jeni sot pjesë e jona duke festuar Krishtlindjet, patjetër edhe për të gjithë fëmijët e komunitetit shqiptar këtu në Michigan dhe në mbar Amerikën. Për të vazhduar me pyetjet e Christmas, sepse është Christmas time, do doja Kristinën që të na thotë nëse do t'i shkruaje një letër babagjyshit ose Santës, çfarë do t'i kërkoje? Për Krishtlindjen unë kërkoj slime. Slime, that's all? Edhe roba të bukura dhe teacher gjëra të mira unë përqejnë. Okej, faleminderit. Ndërsa për ty, Ardit, do doja të të pyesja
cila është dhurata më e bukur që ti mban mend të kesh marrë për Christmas nga mami dhe nga babi? Jemi motër dhe vlla dhe dhurata më të bukur si ka marrë mami e babi vjet i luajsi është ka Robux. Okay, you like Robux? Okay. Dhe për ta vazhduar më pas me pyetjet e Krishtlindjeve, do doja të flisja me Polinën. Polina, me këtë pëlqen më shumë të kalosh Christmas, me familjen apo me miqt, dhe pse? Me familja, sepse unë jam shumë e gëzuar me familja, sepse është shumë e bukur që të ri flasin edhe hapin surprise-at që me kanë e mua familja, edhe loznin, flasin, vetëm ashtu më pëlqen shumë. Ariona, ka ndonjë këngë që ty të pëlqen shumë tani që vjen periudha e Christmas? Ndonjë këngë që ti ke qejf ta dëgjosh? Jingle Bells Ship. Okej, a mund të na interpretosh pak nëse e mban mend? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a woman's open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a woman's open sleigh. Hey. Good! Bravo! Mia, çfarë do të të sjell baba gjyshi ty këtë vit? I want a Barbie doll house and I want some Barbies. Good. Lela, çfarë urimi dëshiron t'ju japësh ti të gjithë fëmijëve tani për Christmas? Lojnë me lut fëmijë të vogla. Okej. Ti dëshiron t'ju japësh dhurata, do të thotë? Çfarë doni për vitin e ri? Okej, në rregull, thank you.